Pra, në Sarandë, dje, në Vlorë, unë zbulova atë të vërtet që e kisha thënë prej kohësh, dhe po do dalë vërtet, nuk bëhet fjalë fare, nuk mbyllet, nuk mbulohet, që vajzën e ka mbytur i dashur i saj, dhe i dashur i saj është mbuluar nga organi i prokurorisë së qytetit Sarandës, prokurorisë dhe gjykatës Sarandës e nxori rastin kështu aksident automobilistik. Në fakt, aty tani unë do kërkoj që të ndryshohet objekti e akuzës dhe neni përkatës të cilësohet në bazë të kodit penal vrasje me dashje. Keni folur me familjen e vajzës? Ishte prezente jema e vajzës në gjykatë. Dhe kur unë kërkova të dija pse nuk ishte bërë autopsia, doli një dajua i tjatit të vajzës dhe tha, unë tha me vllain tha, në marrëveshjen me familjen kërkuam tha që mos të bëj autopsia. Kush jeni ju, i thash, që pas keni këtë të drejtë që ndaloni të bënin autopsisë. Ne kështu e menduam tha, jo, për këtë nuk është faj juaj, thash, për këtë është faj i prokurorit kriminal që e mbuloi këtë vrasje, thash, por që koha e vërtetoi. Edhe ashtu ndodhi vërtet. Dje, ju lutem. Dje, unë kam ikur i çliruar shpirtërisht nga gjykata e Vlorës. Shumë i çliruar shpirtërisht, sepse më në fund doli një vërtet për të cilën nuk kisha dyshuar prej kohësh. Nga kjo ngjarje e rëndë, avokat, duke qenë se jemi tek thuaj se njëjti krim, si mund ta cilësojmë, në Itali kemi pas një ngjarje ku një vajzë shqiptare, një studente u vra nga i dashuri me thik, me pas trupi saj u fut në valixhe edhe u hodh në pyll. E para punës njerë që unë do të shpreh ngushëllimet e mia për familjarët, se në fundit sido që të puna familjarët janë goditur në mënyrën më të tmerrshme se u vrarë vajza, nuk është puna se vdiq nga natyra. E dyta, një porosi kam për të gjitha vajzat tona jashtë shtetit, qoftë janë me studime, qoftë janë në punë, kudo që janë. Të rrinë pranë familjeve dhe të mos bredhin me njerëz të panjohur, se nuk sa doj mirë që tjetë ai filipinezi apo çfarë kombësie kisha ai. Vërtetë po atje në Itali, prapë se prapë ai doket të zakonat tona nuk i njeh dhe nuk përshtatet dot. Pra këto janë lidhje rastësore që përfundojnë në lidhje pasaj tragjike. Më shumë se për ngjarjen avokat, unë duhet të merrej mendim tek fakti që atë që thonë edhe një pjesë e psikologëve, sociologëve, analizëve të këtyre ngjarjeve, ekspertëve të kriminalistikës, se më thash që duhet shmanget ky takimi i fundit i sqarimit në momentin e ndarjes mes një çifti. Pra se në shumicën e rasteve mund të rezultojë edhe fatal ky takimi sqarues në fund. Shiko, ne përdorim një fjalë të shkëlqyer se populli ynë është populli më i vjetër në Ballkan dhe ka dhe histori dhe trashëgimi kulturore më të madhe se kushdo tjetër. Zotëri Buka po u thyet nuk ngjitet më. Kjo i thot të tërë. Dhe kushdo që të ketë hallet kësaj natyre, problemet kësaj natyre në çdo familje që të jetë, të i mbledhin fëmijët dhe të ju instruktojnë dhe të thonë që i huaj sa doj mirë që tjetë është i huaj. Është hipokrit, tallet, gënjen të shfrytëzohen dhe në fund vret, ja këtë bëjnë të huaj.